Vera, çfarë ndjesish të krijon ndrimi i viteve? E përjeton ndryshimin e viteve apo i quan një gjë normale? Pra, stinën e muajin e dhjetorit, ndryshimin nga njëri vit në tjetrin. E përjetoj shumë, bile më thellë ndoshta se vetë ditën e lindjes. Sepse në fund të vitit, në dhjetor, është një atmosferë kolektive gëzimi. Dhe njerëzit që të gjithë pregatiten gjithë vitin për këtë ditë, si nga pikpamja e gatimit, po ashtu dhe e zbukurimit të shtëpisë, të mjedisit, të veshjes, të gjithë shkaje. Kështu që unë e gëzoj përgjithsisht vitin e ri, përveç vitit 75, kur mas pleniumit të 16, baba im u dënua dhe ata i dërguan me urgjencë. Në 24 dhjetor ata janë larguar nga Tirana. Dhe atë ndarjen time me motrën e kam përshkruar me hollësi në librin tim të parë, dhe sa e kujtoj unë tronditem. Ishte një ndarje shumë e idhur, ai është viti i parë para vitit të ri, domethënë fundi i dhjetorit, që unë e kam përjetuar shumë hidhur. Pastaj u bashkuam dhe atje në internim ne e gëzonim vitin e ri. Bënim gjithçka për ta kaluar sa më mirë. Kështu që një Tiranë me një atmosferë ndryshe të pëlqen. Më pëlqen, sidomos këtu te kjo lulishtja pranë presidencës, pranë Rognerit, që ka qenë dhe ka ngelur e tillë. Si vjet kanë vënë disa zbukurime që kanë të bëjnë me natyrën, duke vënë drita dhe në ca figura kafshësh. Dhe kjo ju bën shumë mirë dhe fëmijëve. Mua më pëlqen ka si vjet. Natën është sigurisht edhe më lezetshëm, por ditët me diell në Tiranë janë nga gjërat më të bukura që i kam gëzuar, sidomos në dimër, po dhe që i vazhdoj t'i gëzoj. Kjo dhe për shkakun se Tirana është vendlindja e juaj? Patjetër. Edhe për shkakun që Tirana është vendlindja ime dhe është e çuditshme që lindja në Tiranë dhe në çdo vend tjetër t'i jep një lloj shenje. Dhe nga njerë gaboj, po përgjithsisht i njoh me njerëzit që kanë lindur dhe janë rritur në Tiranë. Ju jep Tirana një lloj shenje që ndoshta ka ndodhur dhe për shkak të tiranasve autoktonas, që janë njerëz të butë dhe të ëmbël. Dhe këtë na e kanë induktuar dhe neve. Edhe ai Labi që erdhi në 44-ën e tutje, edhe ai Veriori që ishin sigurisht më pak në numër, se jugorët erdhen për shkak të udhëheqjes që kryesisht jugore, po dhe ata sikur u zbutën. Kështu që i jep Tirana një lloj shenje dhe kjo është arsyeja që i dalloi këta të ardhurit dhe për arsyeën tjetër që nuk janë të lidhur shpirtërisht me Tiranën. Të mos lidhesh shpirtërisht me Tiranën do të thotë që të mos ta duash si e duam ne dhe të mos i duash dhe Tiranën si aq shumë, sa që duam ne që jemi lindur këtu. Nuk dua të lëndoj askënd, po me këtë desha të them që i ardhuri përgjithsisht do që ta ndryshoj, ta bëj si ande nga ka ardhur. Këtë se kam bërë dot as gjenit. Edhe Napoleon Bonaparte që erdhi nga Korsika nuk e mposhti dot Parisin. Parisi ngeli ashtu siç që Paris. Të gjithë e njohim Albert Camus, shkrimtarin e madh francez, që është dhe nobelist. Më ka bërë shumë përshtypje se si flet ai për Parisin dhe si flet për Algjerin ku ka lindur. Nostalgjin për Algjerin ai nuk e humbi kurrë. Dhe keqardhjen për Parisin, për lagjet e varfra të Parisit, që e krahason me qetësinë e Algjerit, se natyrisht ritmi i francezëve nuk është si ritmi i algjerianëve në Afrikën e Veriut. Po gjithsesi ajo lloj qetësie që atij i kishte dhënë rritja dhe lindja në Algjer, ai nuk e harroi kurrë dhe gjithnjë e kujtoi në veprat e tij. Pra, me pak fjalë Tirana për ju është dashuri pa kushte. Pikërisht, dhe këtë gjë e kam shprehur dhe në librin tim të fundit Ora me rër, ku flas për Tiranën, sidomos për këtë bulevard, që ishte jo vetëm një vend xhiroj edhe shplodhje, po ishte një institucion jetësor.
Dhe këtë e shpjegoj disi në libër. Tani që flasim bashk, a ndjehe një qytetare e lirë e botës? Deri në një farmasë. Deri në një farmasë. Sepse liria ka shumë dimensione. Dhe fillon nga liria në brenda teje, po ka dhe kushtet. Në qoftë se ti nuk e përballon dot ekonomikisht, je i prangosur. Varfëria është robëria më e madhe, ka thënë një njeri, dhe unë besoj që kjo është e vërtetë. Lezarta bëre kaq mirë që na solle me arratin tënde në këtë vend larg rrëmujës e rrëmetit. Tu jo vetëm të hapen mushkrit nga cilësia e ajrit, nga ajri i pastër, po për ne tiranësit është pjesë integrale e jetës tonë. Unë kam jashtëzakonisht kujtime nga parku i liçenit. Njerë së pari kemi mbjell pemë në fillim, Tresha e vogël, po në vazhdimsi, duke u rritur. Pastaj gjimnazin e kam bërë te Petronini dhe iknim, sa po kishim një orë pushim, iknim, arratiseshim për këtu. Ka qenë dhe kisha atëre, ka qenë shumë e bukur ajo kisha e Shën Prokopit. Jashtëzakonisht e bukur, e vogël, po si e qëndisur. Talleshim me dhjakun që bënim shumë gabim. Diku do ta kem shkruar këtë, po do ta rikujtoj që ta vë. Dhe bile një herë bëm një si kryengritje të vogël dhe ikëm 2 paralele për nga liçeni pa marrë leje, dhe kur u kthyem neve ishim në rrezik për të përjashtuar nga rinia. Më imagjinoni se çfarë gjë e rëndë ishte në atë kohë, ishe i stigmatizuar për gjithë jetën. Kështu që edhe tani vonë ne kemi mbjell pemë me organizatat me mjedisit ku unë kam punuar, kam 25 vjet që punoj me to. Ja dhe tani po ta shikoni, janë hapur gropat për pemë të reja dhe mua kjo më gëzon, sepse këtu ka një hapësirë boshe. Po kur shef pyllin dhe nuk i shef fundin, se nuk të lën pemët jo, se është kaq park i madh, ke një ndjenjë të mirë, sepse të duket vetja i vogël përpara natyrës. Dhe kjo të ridimensionon dhe kjo i duhet çdo njeriu që të tokëzohet her pas here. Realisht, Vera duhet vi këtu dhe me laptopin e saj, sepse vetmia si shkrimtare është e domosdoshme dhe ndoshta kjo natyrë mund të jetë akoma më frymëzuese për të hedhur në kompjuter ato çfarë vlojnë brenda jush. Çfarë të shtyu drejt të shkruarës? Nuk e di, ka shumë arsye, po unë mendoj që arsyeja kryesore, janë 2 arsyet kryesore. E para është që unë e kam dashur dhe e dua letërsinë me shpirt. Dhe nga dashuria për letërsinë, me sa duket kalova te shkrimi i saj. Por edhe sepse fillimisht unë desha të lë një dëshmi. Dhe kjo është arsyeja që librin e parë e bëra roman autobiografik dhe jo roman të mirëfillt, me gjithë propozimet që më bën, ndryshoj emrat. Jo, i thash dua ta lë si dëshmi që të ngelet si një dëshmi autentike, me të gjithë emrat real që sigurisht kishte vështirësinë e vet, sepse njerëzit dhe kanë reaguar, po unë kam shkruar atë që më zhdukur mua e vërtet. E vërteta e tyre mund të ketë qenë ndryshe. Po unë jam munduar të jem sa më e drejtë me të gjithë njerëzit që më kanë rrethuar në ato kohra dhe në të gjitha kohrat, sepse ai libër ndahet në 3 periudha. Kjo duhet të jetë dashuria e madhe për diçka të bën që të bëhesh pjesë e saj. Kur shkruan, ndjen çlirim? Pra, çfarë ka ndodhur me ndjesinë tënde mas shkrimit të librit parë? Mbasi shkrova librin e parë, nuk kisha qëllim që t'i dedikohesha letërsisë. Pastaj, meqense libri u prit mirë dhe pata shumë fjalë të mira, mendova që nuk kisha mbaruar së thëni gjëra që jo që të kishin të bënin me veten time ose me familjen time, por me Shqipërinë tonë të mirë e të keqe ashtu siç është. Se ashtu e duam, është si është, por ne e duam, jemi të lidhur me të.
Dhe sidomos me këtë periudhën e tranzicionit që ka qenë jashtëzakonisht e vështirë, si për ne që u kthyem nga burgjet dhe internimet, ashtu dhe për ju të tjerët që si keni provuar këto gjëra, sepse kaluam në një sistem të ri pa rregulla loje. Dhe gjithë kjo krijoi një konfuzion dhe një kaos kaq të madh, sa që të gjithë jemi të shokuar dhe mezi po e marrim veten dhe ende se kemi marrë. Është një proces i gjatë që jemi mësuar ta quajmë tranzicion. Tranzicion që ndodh me vendin, me sistemin, por është dhe një tranzicion i brendshëm. Absolutisht. Absolutisht që është një tranzicion i brendshëm sepse ne pa pritmas fituam ca gradë lirie që i kishim ëndërruar prej vitesh, prej brezash. Dhe pastaj pa pritmas kuptuam se ne s'kishim çfarë të bënim me këtë liri. Sepse dhe liria ka rregullat e saj dhe ka rregulla shumë të vështira që po i ka përdzeve lëndon të tjerë dhe veten. Nuk është aq kollaj. Bile dhe në letërsi, gara në liri, që ka më e vështirë se sa ajo gara në socializëm. Kështu thonë të tjerë se unë s'kam shkruar në socializëm. Tani, gara është me një rresht shumë të gjatë njerëzish, shkrimtarësh, dhe është e pakushtëzuar nga bindjet politike. E më the thash, është vetëm cilësie letrare, cilësie artistike dhe kjo të vëdh përpara një përgjegjësie shumë të madhe. Është një proces i gjatë të shkruarit. Më i gjatë është procesi i akumuluarit, që ka ndodhur brenda. Të përzgjedhësh, ti komunikosh lexuesit, atij që as të njeh as nuk e njeh. Atë çfarë është e rëndësishme për ju, por njëkohësisht atë çfarë është e rëndësishme edhe për lexuesin. Si ndodh kjo lloj përzgjedhje që ndodh ndoshta instinktivisht? Kështu më duket se ndodh instinktivisht për gjërat që nuk thua dhe për gjërat që do të thuash. Për shembull me librin e parë që kisha materialin bazë ekzistent, nuk më duhesh ta shpiknja. Dhe ai është bazuar në të vërtetë. Në të vërtetën time, përsëris po është i bazuar në një të vërtetë, nuk më është dashur të trilloj historisi në 2 librat e tjerë, se 3 kam bërë gjithsej. Po do bëj të tjerë. Nuk do dorëzohem. Të pëlqen domethënë shkrimtaria? Po. Duhet kisha filluar shumë përpara, po ja që më mirë vonë se kur. Atëre është shumë e çuditshme që në librin e parë nuk kam përzgjedhur momentet ndoshta më të vështirat e përjetimit të goditjes që na erdhi. Gjysha nga mamaja bile tha, familjes së vajzës time i ra bomba atomike. Po që nuk na pas ka rënë bomba atomike, se jemi gjallë dhe ndëjet, po punojmë atje ku jemi të shpërndarë në përbot, sigurisht që na ka lënë dhimbje të pashërushme, se ngelen ato, shënjohen, po gjithsesi ne po punojmë për krah atyre që nuk i pësuan ato gjëra si ne dhe ndoshta jemi dhe më të fortë se ata. Atëre, që të kthehem te përzgjedhja, ato që kam përzgjedhur e përsëris nuk janë ato momentet më të vështira. Nuk e di, jam përpjekur që dhe të kishin lidhje me historitë e mëparshme, por kur takoj tani vëllezrit dhe motrën dhe diskutojmë për librat e mi, më kujtojnë gjëra që unë i kisha fundosur në hardin tim nga ngjarje të tjera që mua më ishin dukur më të rëndësishme. Ja, kjo është ajo e vërteta relative që ajo ime motër mund të kishte zbuluar ca të vërteta të tjera që unë nuk i kam nxjerrë në libër. Po unë mendoj që nuk kam thënë dhe shumë gjëra që mund të kishte dalë libri shumë interesant për të mos lënduar njerëzit. Sepse ne të tërë atje erdhëm të ndëshkuar, erdhëm në një komunitet përkeq, si thot Ismail Kadareja, dhe në komunitetin e bashkuar përkeq është shumë më vështirë se në komunitetin që t'i zgjedh për mirë. Atëre, ato zënkat, ato ngjarjet e vogla që do ta kishin kriposur librin, unë nuk i kam vënë për të mos lënduar njerëzit që ishin bashkëvuajtësit e mi. Po edhe ata patën luftën, betejat e tyre, vojtjet e tyre. Dhe unë i kam mirë kuptuar, me gjithë ndonjë zënk që mund na ketë ndodhur. I kam mirë kuptuar.
Ke kaluar pastaj në krijimtari të mirëfill letrare, që gjithsesi e merr bazën nga realiteti i brendshëm dhe ai çfarë ka ndodhur shkrimtarit ose çfarë ka dëgjuar. A ndryshon akti i krijimit nga njëri libër tek tjetër? Po. Është e bukur kjo situata krijuese kur ti tani luan me personazhet që ke krijuar dhe nga ndonjëherë të ikin dhe nga duart. Po, kur mbarova librin, pash që në fund kishin mbijetuar më së miri gratë me fëmijët e tyre. Ku ishin burrat? Thashme, po kjo do më zëmërojnë njerëzit se gratë janë më të forta. Unë kam opinion që gratë janë më të forta dhe të s'ma hiq dot asnjëri këtë opinion. Dhe të ka dalë pa dashje në libër. Ka dalë pa dashje dhe unë nuk e ngava. Ja, pra kjo është ajo që thoni ju. Nuk e ngava më, thash. Këtu erdhi në përfundim shkrimi im dhe kështu do ta lë. Çfarë ka ndodhur me ju Vera duke u futur në komunitetin e shkrimtarëve? Me ju personalisht. Është e çuditshme se unë në letërsi kam hyrë nga, nëse mund të jap një figurë, nga dera e prapë me oborit. Që në fizikante s'kam pas lidhje fare me letërsinë. Po unë me tërmend kam një mirënjohje për të gjithë shkrimtarët që më pranuan me njëherë dhe më kanë, dhe gazetarët, sidomos gazetarët, më kanë inkurajuar dhe kanë shprehur përgjithsisht fjalë të mira. Kanë bërë dhe vrejtje pa dyshim, se bëjmë vrejtje edhe për shkrimtarët e mëdhenj, jo më për ne. Po mua më kanë mirëpritur në letërsi dhe kjo më ka inkurajuar. Po me lexuesin? Edhe me lexuesin gjithashtu, sidomos me librin e parë kam pasur shumë, nga gjithë bota më ka shkruajt email-e, më ka dërguar dhe dhurata, çuditërisht. Në një farë mënyrë, shkrimtaria të ka bërë më të njohur, më të evidentuar, apo e kam gabim të konstatim? Pa dyshim, kam punuar shumë vite në shkencë dhe teknik, po edhe në bujqësi, po dhe ajo teknik që. Dhe që shkenca t'jep kënaqësi pa mas nëse ti arrin diçka. Po për fat keq, unë edhe shumë shok të mi nuk arritëm për kushtet e Shqipërisë. Ata qenë më të mirë se unë këtë gjë ma dha letërsia. Dhe përgjithsisht mendoj që arti t'i jep një ndjenjë, mund të them lumturie të çastit në momentin kur dëgjon një fjalë të mirë, kështu, sepse prapë je si e trembur. Je si e trembur se je përpara gjykimit të mira vetëve. Dhe mendoj që të shkruash është një aventurë shumë e madhe. Pas kam qenë një çik aventuriere, kujtoja se sisha. Po kjo gjë që ky hap që mora tregon që e dua disi aventurën. Ka aventurë më të madhe se shkrimi. Emri? Vera, në pasaport Pranvera. Mbiemri? Bekteshi. Ditëlindja? Kam lind në prill, prandaj më është vënë emri Pranvera. Vendlindja? Tiranë, Shenja e horoskopit. Demi, Që do të thotë? tip shoqëror, shumë besnik, i lidhur me kënaqësitë e jetës, sepse të themi ylli drejtues është Venusi. Kokfort, që i shkon punës deri në fund dhe pak budalla. Budalla se është demi e çon brazdën deri në fund ose në arenën spanjolle derisa e tundin atë flamurin e kuq, derisa vret veten, shkon te flamurin të kuq, është budalla. Nuk është ndonjë shenjë, ndonjë zgjuarësie të madhe, po një shenjë shumë luftarake. Çfarë pëlqeni dhe vlerësoni në paraqitjen tuaj të jashtme? Tani s'më pëlqen më asgjë nga vetja. Dikur dhe mund të pëlqente ndonjë. Çfarë pëlqeni dhe vlerësoni në tipin tuaj? Sinqeriteti im nga njeri çarmatos njerëzit, që mundohen t'i bëjnë gjërat fshehur dhe unë me sinqeritetin tim i them ti je falso.
Prandaj dorëzohu. Kjo më pëlqen. Edhe që përgjithsisht nuk dorëzohem. E çoj deri në fund si demi, për mirë e për keq. Stina që pëlqeni? Vjeshta, Të pëlqen më shumë dita apo nata? sipas rastit. Dialoguese apo meditative? Edhe kjo sipas rastit. Çfarë ju lumturon? Kur kam mundësinë ta bëj një punë mirë, Çfarë ju trishton? më trishton e kundërta e kësaj, do me thënë pa aftësia për të bërë një punë mirë. Dhe në planin personal, më ka trishtuar shumë për shembull shkatrimi i instituteve të vjetra shkencore, si ai hidrometeorologjik, ku unë kam kaluar pjesën më të madhe të karrierës time, kur ai u shkri dhe u bashku me shumë institute të tjera në Institutin e Gjeoshkencës, ku i ra vlera këtij instituti, që është instituti i pashkencor i krijuar në Shqipëri, me të dhëna nga Shkodra jote, nga 1860 prej priftrinëve franceskanë, të dhëna mbi motin. Imagjinoni një institut i tillë, i ngritur, i pari në Shqipëri, ta shkatrosh që do të thotë, dhe pandaj një nga arsyet që ndodhin këto përmbytjet është sepse tashmë nuk parashikohen përmbytjet sepse nuk bëhen ato matje të rregullta të nivelit të ujrave në Përlumenj, përveç të tjerave. Kjo më ka trishtuar shumë dhe më trishton pazotësia për të kundërshtuar një të keqe. Por ndjenja e keqe nuk është vetëm trishtimi. Mua më zemëron shumë padrejtësia. Trishton apo më jep një ndjenjë neverie vulgariteti. Më jep ndjenjë neverie vulgariteti. Dhe është shumë e çuditshme që e mira, apo gëzimi, apo lumturia nuk ka shumë nuanca, ndërsa e keqja ka shumë nuanca. Në shumë forma, dhe kjo do jetë arsyeja se vonë e kam kuptuar, sepse Tolstoi e fillon Ana Kareninën me shprehjen e famshme, të gjitha familjet e lumtura janë njësoj të lumtura dhe janë në mënyrë të ndryshme familjet fatkeqe. Kjo do jetë rënja e gjithë kësaj histori. Çfarë pëlqeni dhe vlerësoni tek një grua? Potencialin e saj biologjik për të krijuar jetë. Vetëm ne gratë krijojmë jetë. Kjo është burimi i gjithë të mirave që ka gruaja dhe i forcës së saj. Çfarë pëlqeni dhe vlerësoni tek një burr? Tek një burr pëlqej dhe vlerësoj përqendrimin e madh që kanë ata në kryerjen e një veprimi të caktuar. Kjo ndodh edhe për shkak të arsyes se ata janë më pak të ngarkuar. Ne mbajmë 100 kunguj në skjetur dhe kjo nuk na lejon të përqendrohemi, na duhet shumë forcë për të arritur përqendrimin. Ata e kanë dhe për shkak të nuk shpërndahen në gjërat vogla. Ne gratë dhe shpërndahemi në gjërat vogla. I doni njerëzit? Pa, i dua njerëzit. Po kafshët? Edhe kafshët i dua shumë, po nuk mbaj në shtëpi, sepse sipas konceptit tim si ambientaliste, të mbash një qenë të ndryrë në shtëpi, edhe pse ata janë qenë të kultivuar për të ndëjtur në shtëpi, duket që ti e ke dhunuar, i ke penguar lirinë. Të kisha një shtëpi me baçe, padyshim që do mbanja qenë edhe kafshë të tjera që mund t'i adaptohen baçes. Stili juaj i veshjes? Përgjithsisht më pëlqejnë gjërat pa shumë zbukurime. Nganjëherë mund dhe gaboj, po kur duhet të jem elegante, nuk duhet përziej ngjyra, nuk duhet përziej stile të ndryshme. Dua stili minimalist më pëlqen. Ngjyrat e preferuara? Jam të ngjyrat e ftohta, të pastelet, po edhe e bardha dhe e zeza në dimër, e bardha në verë dhe grija dhe bezha. I preferoj shumë si ngjyra. Çfarë është paraja për ju? Me paran kam një lidhje shumë të keqe. Në kuptimin që kur tërheq nga bankomati, dhe gjithë një tërheq, të themi 800 ose më shumë, mezi pres t'i shpenzoj. Dhe ajo që duhet mësoj është që të tërheq më pak, sepse këtë huq nuk mund ta heq. Paran e konsideroj që të jep një grad lirie.
po, nuk t'i jep gjithçka. Miqësinë e dashurisë ta jep kur paraja. Harroje. Besoni dhe ku? Besoj te miqësia, besoj te dashuria, besoj te vlerat tradicionale që kanë ngelur sot e kësaj dite në botë. Çfarë pëlqeni dhe vlerësoni në një miqësi dhe keni humbur shumë miq gjatë jetës? Jo, po thoj se s'kam humbur asnjë. E mundohem të investoj për t'i mbajtur. Dhe ajo që pëlqej te miqësia janë dy gjëra. Besim reciprok dhe ajo garë që vendoset midis miqve për ta merituar njëri tjetrin. Çfarë është dashuria për ju? Kur kam ardhur nga internimi më është bërë një pyetësor, anglez quheshe, dhe unë dola mirë nga i pyetësor. Pse dola mirë? Se kur më pyetën çfarë është deti për ty, thash deti është emocion. Dhe deti, simbas pyetësorit, kur ta zbulonin në fund, ishte dashuria. Kafja ishte seksi, për shembull. Për mua mbi të gjitha dashuria është emocion. Është si deti që është i pafundëm dhe që ndryshon ngjyrë dhe formë vazhdimisht. Ke bërë çmendurira për hir të kësaj ndjenje? Ja, nuk besoj që kam qenë gjithnjë e kontrolluar. Muzika që dëgjon. Është shumë e çuditshme që unë muzikën e dua dhe unë kam bërë dhe piano shumë vite, po unë nuk vë muzikë. Sepse nuk dua t'i përziej gjërat. Më thonë që edhe kur shkruan do të vësh në sfond një muzikë, edhe kur mëson, jo. Dhe kam një ndjesi që muzika do të më vi rastësisht. Do të më vi rastësisht dhe të mos ta vë unë. Nuk e di pse kam të ndjesi. Pasione të tjera të vera Bekteshi. Sporti më ka pëlqyer gjithnjë. Natyrën e diskutuam edhe prandaj bëj pjesë në këtë grupim. Artet më pëlqejnë shumë, piktura më pëlqen shumë. Letërsia nuk diskutohet përderisa jam bërë në një farë mënyrë pjesë e saj, po artet përgjithsisht më tërheqin edhe më emocionojnë. Çfarë i pëlqeni dhe i vlerësoni të jetuarit, ditës që ikën dhe nuk kthehet më? Më duket sikur gjithçka e kam në fundit e lidh me atë që kam bërë. Një ditë e shpenzuar kot më jep një trishtim shumë të madh në bilancin që bëj para se të fle. Unë jam njeri pa gjumë, që kam problem gjumin dhe me sa duket pagjumësia më shtohet në ato ditë që nuk kanë qenë ditë me bilanc pozitiv. Jeni tip surprizues? Nuk e di, me rast, ndoshta. Kam çik fantazi, po jo të shfrenuar. Ju vetë ju kanë surprizuar? Për mirë. Përgjithsisht kam kuptuar situatat përpara se të më ndodhin, përgjithsisht. Nuk më ka çuditur asgjë. Të vjen keq për këtë? Më vjen keq. Më vjen keq. Po ja që kështu më ka ndodhur, po flas me sinqeritet. Asnjëherë nuk jam gjendur përpara një veprimi njerëzor të cilin unë nuk e kam parashikuar. Kam qenë e përgatitur, për mirë dhe për keq. Pija juaj e preferuar? Vera, sipas emrit. Ushqimi preferuar? Pjata preferuar? Unë përgjithsisht preferoj gatimet e thjeshta. Të mos përzihen 100.000 ingredient. Peshku për shembull, ka rëndësi të jetë i freskët, ta lyesh me një çik krip, ndoshta me një çik vaj ulliri ose jo, dhe kaq të piqet. Nuk e kuptoj se pse peshkun duhet ta futesh në sfoliat. Nuk e kuptoj. Do t'i fshesh shijen? Do t'i fshesh vjetërsinë? Jo. Dua gjërat e thjeshta përgjithsisht. Cili është komplimenti që të ka mbetur në mendje dhe vazhdon të mbes në mendje për shkak të prezencës fizike, për shkak të profesionit tënd, për shkak të shkrimtarisë? Atëhere,
do t'ja u them si që ma kanë bërë këtë kompliment. Kam qenë në Bullgari, në një darkë nga Akademia e Shkencave të Bullgarisë, për një projekt që do bënin vendet e Ballkanit rreth ndotjes së ajrit që kishte shkaktuar sulmi amerikan në Kosovë. Është një situatë shumë interesante. Dhe aty, drejtuesit e projektit, me qenë se ishte në kuadrin e NATO Science for Peace, që do të thotë NATO-ja shkencë për paqe, dhe fondet jepeshin nga NATO-ja. Ai që drejtonte projektin ishte një grek i famshëm, si fizikant dhe si fizionomist, dhe quhesh Zerefos. Emrin dhe zërin ja kisha ndier nga fizikantët e tjerë kolegë të mit. Zerefos ishte një grek bjond, siç janë grekët e vjetër, si Akili e kompani, siç janë nëpër filmat, sepse kështu është raca e tyre e vjetër, përzije me arab që u bën brun. Dhe Zerefosin e kishin vënë pranë një doktorante të re bullgare, kurse unë e kisha karshi. Dhe më thot, Vera, që je shqiptare e di, se ishim shqiptar, bullgar dhe grek. Po do ta kthej këtë pikën e fundit të kafes. Megjithëse nuk është elegante të pisha të pikën e fundit, po e desha, se më kujtua kjo gjë. Dhe duke biseduar më thot, ti je bindur që je shqiptare? Po i thash, jam 100% e bindur që jam shqiptare, jo nga territori shqiptar, jemi të ardhur nga Malizi, thash. Nga nëna dhe nga babai, të dyja racat, po shqiptar të Malizis, s'kemi të bëjmë me slavët. Jo, më tha mua, unë jam fizionomist, dhe kjo që të them unë është e vërtetë. Si që ka e vërtetë, unë e njoh origjinën time mirë. Atëre, simbas meje, thaj, sepse sa jam fizikant, jam dhe fizionomist. Unë mendoj, tha, që ti je racë e ardhur nga Italia e Veriut, sepse, nga rritët në këtë përfundimi, thash, sepse koka jote më ngjan me statujat e italianëve verior, i kam prej balte, tha, të kohëve të vjetra, përpara të cilave këtyre statuja, burrat faleshin. Unë besoj që kompliment më të madh se ky s'kam për të marrë kur. Dhe atëherë duhet isha 55 vjeç. Cili është koncepti juaj për jetën dhe vdekje? Nuk di ç'a të them, më gjetet pa përgatitur, po për vdekjen unë mendoj që përgatitem çdo ditë. Që të mos më gjej të pa përgatitur, që do të thotë jetës duhet të mundohem t'i marrim sa më shumë. Ta gjejmë të bukurën edhe në momentet më të trishtuara. Kurse vdekja mund na vijë pa pritur. Po në qoftë se s'na vjen pa pritur të përgatitemi në kuptimin që të mos ta kemi aq frikë. Dhe unë mendoj që nuk e kam shumë frikë vdekjen. Jam si ata spartanët që i kalisnin kaq shumë dhe i mbanin kaq larg qefeve, sa atyre ju mërzitesh jeta dhe hidheshin në sulm për të vrarë. Paka shumë e kam këtë ndjenjë, nuk e di pse pa e kam, nuk e di, shpesh më mërzitet jeta. Më beson? Po ti më beson se po më njeh mua. Si vjen fëmijëria dhe çfarë përbën për ty ajo? Fëmijërinë e kujtoj me gëzim, kam pas një fëmijë shumë të mirë, kam qenë një fëmijë i qetë dhe i shëndetshëm. Dhe mendoj që kjo fëmijëri e mirë u bë garanci për gjithë të ardhmen time, për të qenë e aftë për të luftuar në gjithë betejat që hasa si çdo njeri xham, po unë ato të mijat. Besoj që i përballova për shkak të kësaj fëmijërie shumë të mirë. Ajo që mbaj mend dhe që ma ka shprehur dhe ime më, është fakti që në momentin që ata kuptuan, më ruajtën, se më gjenin gjithë një përdhem mbas krevatit, pa mbushur një vjeç, 8-9 muajshe, dhe u trembën se mos isha e dëmtuar nga truri duke rënë nga një krevat në tjetrin. Më ruajtën dhe panë që unë isha e zonja të zbrisja nga një krevat i thellë, dhe pastaj më lanë të lirë. Ky fëmijë do të dali Zot vetes gjatë gjithë jetës. Dhe përveç kësaj, jo vetëm që më lanë të lirë, po më ngarkuan dhe detyra.
3 fëmijë që lindën pas meje, Milan në ngarkim, përveç gjysheve, kuptohet, po ajo pjesa që kishte të bënte me shkollën edhe me gjërat me aktivitetet, ato Milan mua si detyrë. Kështu që fëmininë e mbaj mend, një fëmini të gëzuar, të lirë, po me shumë detyra. Por ajo që dua të theksoj është fakti që përveç këtyre detyrave dhe disiplinës me cilën ne jemi rritur, dhe që të gjithë brezi im kështu është rritur, dhe me shumë aktivitete, prindrit më dhanë një liri të madhe dhe një besim shumë të madh. Kjo ka qenë gjëja më e mirë që ata më dhuruan dhe unë këto i zhvillova më tej. Dhe ja u rekomandoj që të gjithë prindërve që u japin fëmijëve të tyre një lloj lirie, tani është më vështirë, po gjithsesi, dhe një besim të madh. Nëse një njeriu i jep besim, përgjithsisht ai nuk e shfrytëzon për keq atë besim. As fëmia se i është dhënë nga prindi. Si vinë në kujtesën tënde, mamaja dhe babai? Tani që si kam, më kujtohen shpesh edhe më mungojnë shumë. Prindrit e mi, si të gjithë prindrit e asaj kohe, kishin një tmet shumë të madhe. Asnjëherë nuk na e shprehan dashurinë. Dhe këtë e diskutoj me vëllezërit dhe me motrën time, po dhe me brezin tim. Po ç'qe ajo, sikur ishin kontër anglez që nuk duhet të shprehin emocionet. Po ç'qe ajo, është gjë e gabuar. Ndoshta ishte një tabu e socializmit, nuk e di. Ishin gjithnjë të zënë në punë, gjithnjë të ikur nga shtëpia. Po dhe kur na shifnin, nuk thoshin vetëm na bënin vrejtje. Dhe kjo na në një farë mënyre na e ulin çik kokën në kuptimin që mos na dukesh vetja se kush ishim, dhe kjo na ka bërë mirë. Por në aspektin e dashurisë unë them që prindi duhet t'i arraj shpatullat fëmijës, mos i bëj vetëm vrejtje. Ti thot dhe bravo nga njerë, se edhe ne e bënim vetëm për na thënë bravo. Po të mirë? Po lirin, pra, edhe besimin, ajo që një gjë, që i te kaloj këtë gjë. Si do t'i vizatoj me fjalë? Maman edhe babai? Mama ime ishte një grua shumë e gëzuar, siç janë përgjithsisht gratë e lindur dhe të rritura në Shkodër. Dhe shumë bujare, dhe që i priste njerëzit me dashuri. Por, kishte një lloj oportuniteti në sjelljet e saj që unë se pranonja. Unë i ngjaj më shumë babait. Babai që më i ashpër, po më i drejtë. Dhe mua njerëz të drejtë më pëlqejnë. Mendon që ke marrë më shumë nga mamaja? Unë të qenit shoqërore, përgjithsisht, dhe të qenit bjonde e bardhë, jam si mamaja, por shumë gjëra i kam si babai. Çfarë modeli nëne ke zgjedhur të jesh për birin tënd? Atëre, nga njerë bëhem edhe unë si mamaja ime, se dardha bie në dardh, po përgjithsisht jam më e dashur se mamaja ime, mundohem t'i kuptoj hallet e fëmijës tim, dhe unë gaboj shpesh, po dhe duke qenë shumë i zënë me punë. Edhe të cedojmë nga njerë, po përpiqem. Përpiqem të vetë përsosëm dhe në këtë drejtim. Në fakt, gjithë jeta një luftë për vetë përsosje. Absolutisht, që është një luftë për vetë përsosje, lumë kush e kupton këtë gjë dhe nuk i pëlqen vetja. Se kemi vend shumë për të përmirësuar. Dhe për të nxënë, dhe duke nxënë, duke mësuar, dhe përmirësohesh. Jeta juaj e deri tanishme, çfarë ju ka mësuar Vera? Jeta ime e deri tanishme më ka mësuar shumë gjëra. Po, them që mësimi kryesor ka qenë që ti dua njerëzit. Për shembull dhe atje kur isha në fshat, dhe ku ne shikoheshim me sy të keq, po kur ishim vetëm për vetëm me ata fshatarë, ata ishin vetvetja, dhe unë i kam dashur, sidomos ato gratë e fshatit, i kam dashur dhe i dua. Dhe her pas here dëgjohem me to, se disa kanë ikur dhe jashtë, ose kur i takoj, shumë kanë ardhur në Tiranë, me shumë dashuri i takoj. Nga ndonjëherë kur rrëfen për jetën tënde, ose edhe kur e kthen kokën pas, të duket jeta e gjatë apo e shkurtër? E gjatë, shumë e gjatë. Shumë e gjatë. Një jetë monotone duket e shkurtër. Jeta ime ka shumë ngjarje,
kaq shumë sa që unë nuk mund t'i pasqyroj në formë të ndryshme dhe në letërsi. Edhe kur s'kan të bëjnë direkt me mua, po me njerëz të tjerë me cilët jam njohur në këtë rrugtim. Po, më duket eksperiencë shumë e gjatë. Dhe si qëndron në segmentin e jetës tënde, ajo cops që është 16 vjet, e pa dëshiruar nga ti, por e jetuar. Është pjesë e jetës, edhe unë e quaj pjesë integrale të jetës time dhe nganjëherë më merr malli. E dini për çfarë më merr malli? Për atë solidaritetin e jashtëzakonshëm që ne kishim me njëri tjetrin në familje. Solidaritet që po bjerret tashmë. Po imagjinoni se çfarë ndjenje të jep kjo gjë që ti ka përcen vështirësi. Të pamata siç ishin ato të atëhershme. Vetëm në saj të këtij solidariteti dhe nuk kthehesh, nuk të kthyen as regjimi, as varfëria, as represioni, as përbuzja që kanë të tjerë për ty. Është një ndjenjë, më merr malli për atë solidaritet, sepse atëherë ishim të gjithë bashkë. Kishim edhe nënën e babait, gjyshen e vogël, nënën e vogël siç e thrisim ne. Dhe ajo nuk e harroj kurrë, se desha këtu të shtoj që mua më kanë formuar si njeri më shumë gjyshet se sa prindrit. Neve për të mos vdekur atje në internim, e rregulluam e çuam tek djali në Shkodër, dhe ajo hiku që andej dhe o kthye prap tek ne. Ja, kjo gjë më mallgjen shumë. Jo, më mirë tha këtu, të vdes me ju, po bashkë me ju, mos t'ju praktis në korat vështira. Dhe ky më është dukur një gjest jashtëzakonshëm si e gjithë jeta e saj. Luftarake dhe që ja dolin banë me të gjitha. Nuk na la, u kthye mbrapsht. Vajti i takoi vajzën dhe djalin dhe fëmijët e tyre dhe u kthye prap. Pse ju kujtut se ika për fare në ata. Si përshtatet njeriu? Njeriu çfarëdo që i bie përshtatet. Por ajo që ndryshon nga njeriu në njeri është mënyra se si përshtatet. Të mundohemi të përshtatemi në mënyrën më optimale. Ky ka qenë qëllimi i gjithë nesh. Atë kohë kam fjalën të familjes time. Edhe pa shkelur dignitetin tënd. Vështirësia nuk qe për të kaluar nga jeta në Tiranë, që ishte një jetë e mirë dhe e privilegjuar për kohën, sepse unë isha në universitet, jep një mësim, buri që kisha, ishte një punë të mirë, punonte diplomat, kisha një fëmijë shumë të mirë. Dhe ti lësh të gjitha këto dhe të shkosh në fshat, të marrësh një kazëm gjysmë metri të gjatë, të punosh tokë të re, për shembull, ose çfarë do lloj pune tjetër në bujqësi që është shumë e rëndë. Kjo kishte vështirësitë e veta, po e kam thënë dhe në librin tim të parë që shpjegon këto situata, që po përballove goditjen e parë, pastaj ti kalitesh ditë mas dite. Pastaj dhe kthimi që po aq i vështirë. Imagjinoni që ti vjen dhe s'ke shtëpi, s'ke punë. Unë punën e gjeta me njerë brenda javës. Po kushtet e jetesës, aty ku vajtëm ne dhe ku vajtën dhe gjithë të tjerë. Për njerëz, në për biruca, në për një dhomë, një familje tërë, kushtet tona të shkolla partisë ishin të këqija, shumë të këqija. Dhe ishte një 5 vjeç mbas internimit, nuk që pak. Po ishte gëzimi i rifillimit në jetën e re, në kthimit në profesion, kthimit me shok dhe miq, dhe kjo na e minimizonte ato vështirësitë e mënyrës jetesës. Nuk e ndjenim atë keq, të qenit në një banesë shumë të keqe, nuk e ndjenim. Si kishim këtë gëzimin e kthimit, po që i vështirë, sidomos integrimi në profesion, që është mas 16 vjetëve që është shumë i vështirë. Të mos lollesh duke luftuar, duke u përpjekur. A është një motiv i bukur për të jetuar? Po vetë jeta në përgjithësi është luftë. Dhe të dish si ta bësh këtë luftë është një art. Është arti i mbijetesës dhe të jesh i mbijetuar në kuptimin teknik të fjalës. Fjala i mbijetuar nuk do të thotë ti mbijetosh vetëm rebesheve, po edhe ti paraqesësh ato rebeshe, ato beteja për njerëzit e tjerë. Ashtu si është titulli i librit të Atzef Plumbit, Rrnopër me tregu, po siç është edhe autobiografia e Markesit që unë e bleva në Panair, ka të njëjtin titull, po jo në dialekt shkodran.
Kjo është mbijetesa, ti tregosh të tjerëve se si ke mbijetuar dallgëve të jetës. Të gjithë kanë dallgë jete, në mënyra të ndryshme, po këto burgjet dhe internimet janë çikës më të vështira. E di si është puna rezi? Ty të duket se ke eksperiencë dhe ti mendon që unë jam e pajisur me eksperiencë gjatë jete. Ne na ndodhin sot e kësaj dite dhe në jetën në vazhdimsi ngjarje për cilat ne jemi krejtësisht të papregatitur. Ja, është një sëmundje e rëndë. Je përgatitur ti për një sëmundje të rëndë? Largo Zot. Po, edhe mund të ndodhi si që ndodh njerëzve. Kjo sëmundje e rëndë nuk pyet për moshën. Si sëmundjet që kanë lidhje me mendjen, si Alzheimeri, ku di unë se çfarë që janë, më të këqijat. Po ashtu dhe sëmundjet që shkatrojnë organizmin, përveç mendjes, po që dhe ajo ndikohet. A e mendon se çfarë arsenali i jashtëzakonshëm të duhet për ta përballuar? Dhe ti ndërkohë ke këtë eksperiencë, po nuk ke më armë, je e lodhur. Kupton sa e vështirë? Ke fatika essere o uomini, sa i bukur është kjo shprehje italiane. Çfarë lodhje është, ti je njeri. E që të ruash parametrat jetësor që ka shumë e vështirë. Ti ruash në lartësinë që do ti.